Para seancës konstituive, Kryeministri i Republikës së Kosovës, Zotri Albin Kurti dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje e koalicionit tonë përbashkët, do të ketë ftesë brenda pak ditëve, ndoshta edhe orëve, edhe për Lidhjen Demokratike, edhe për parti tjera në kuptimin që konstituimi i institucioneve në veçanti edhe zgjedhja e presidentit është një obligim i përbashkët i gjithë deputetëve të zgjedhur të Kuvendit të Republikës. Siç e dim përkundrejt çfarëdo marrëveshje ose mundësie për të zgjedh kryesia e Kuvendit, për të konstituir Kuvendi, për të zgjedh qeveria, prap mos suksesi i zgjedhjes së presidentit do e çonte vendin në zgjedhje në një periudhë të shkurtë kohore, jo më pak se 2 muaj. Prandaj për të parandalu dhe evitu edhe një shkuarje në zgjedhje për të cilën duket se askush nuk e ka as vullnetin e as nuk e shohim se ka ndonjë arsye logjike për të shkuar në zgjedhje, shpresojmë që të gjithë të jenë të gatshëm që të diskutojnë me seriozitetin më të lartë të mundur në detyrat që ne na takojnë si përfaqësues të zgjedhur të popullit që institucionet të konstituohen brenda një periudhe të shkurtë kohore. Unë mendoj se është e qartë çka është e mundur të ofrohet. Është e mundur të ofrohet diskutim e koalicion për qeverisje, ndërsa sa i përket çështjes së presidentit është dakordimi i përbashkët i subjekteve, qoftë me vetëm procesin e dakordimit, qëndrimit në sallë, votimit sipas vullnetit të tyre, apo edhe një marrëveshje më të gjerë. Është pak sa problematike në rast se fillohen të ketë kushte të natyrës së cilat nuk përkojnë me vullnetin e qytetarëve të Republikës. Qytetarët kanë folur, rezultati dihet, konformati rezultati edhe mund të pritet dakordimi politik në mes të subjekteve.